Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Të nderuar shikues, përshëndetje kudo që na shikoni. Në vijim të përcjelljes së zhvillimeve, nëse mund ta them tektonike që po ndodhin në rendin e ri global, në raportin e sotëm të vendosur midis Unionit Transatlantik, vendeve evropiane dhe Shtetet Bashkuara për çështjen e Ukrainës dhe çështje tjera që lidhen kryekput me arkitekturën e sigurisë. Dhe në ndërlidhje gjithë kjo situatë me rastin e Kosovës, me Republikën e Kosovës, e cila në marrëdhënie ndërkombëtare ende po vjen një proces të pambyllur për ta mbyllur shtetmbarimin në marrëdhënie ndërkombëtare. Kanë ftuar për të sjellur te ju pikpamjet, analizën e analistit Agon Maliqi. Agoni, faleminderit për kohën që gjetët të jesh me mua në këtë transmetim nga distanca, po them kështu, për këtë analizë. Faleminderit, kënaqësi jam me ju. Thuaj se përditje aktiv duke bërë postime mbi situatën e Ukrainë, mbi zhvillimet në Shtetet Bashkuara, mbi takimin Zelenski-Trump, mbi samitin që u mbajt të sigurisë në Londër midis aleatëve evropian. Në fakt, në gjykimin tuaj, është një gjë e pazakontë që po ndodh ndonjëherë midis aleatëve kryesor për Ukrainën, ta zëm dhe me Rusinë. Shihni tek dalje nga kjo situatë, Maliqi? Po besoj se akoma ka hapësirë për dal nga situata. Është situatë e pazakontë sepse është një lloj konteksti që nuk është pa, ndoshta që pas luftës së dytë botërore, ku SBA në farë forme e shpërfill Europën dhe mundohet të ndërtojë një farë lloj politike në raport me Rusinë, krejt të pavarur prej Evropës dhe mbi kurizën e Evropës në farë forme. Rrugdalja ekziston në atë që nëse përmbushën disa prej kërkesave të SBA, që janë që Europa ta marrë përsipër garancitë e sigurisë për Ukrainën, pra që nënkupton një lloj riarmatosje të madhe nëpër masat më dha të Evropës, që ka qenë një kërkesë e hershme e SBA-s. Dhe tani plani që me sa duket është kësaj po i prin Britania, por janë bërë pjesë edhe padyshim edhe Franca dhe Gjermania, është Evropa ta ofrojë këtë lloj domethënë të jap një farë garancie për forcat paqëruese të cilat do ta garantojnë çfarë lloj marrëveshje të paqes, që paralelisht paraprakisht edhe do ta vazhdojnë furnizimin e Ukrainës me armë, që Ukraina të mos negociojë nga një pozicion shumë i vështirë. Dhe që me këtë plan të shkojnë administratës Trump edhe një herë me propozimin e tyre. Do thotë që besoj që do thotë serioziteti në Evropë është shumë i madh kësaj here, sepse në pikpyetje, do të thonë nëse nuk funksionon kjo dhe nëse Ukraina bie, nëse SBA-t vazhdojnë të tërheqen gjithmonë më shumë nga Europa, atëherë vihet në pikpyetje në farë forme vet NATO-ja. Prandaj alarmi që është ngritur në Europë, veçanërisht në Britani, në Francë, në Gjermani si shtetet kryesore, por edhe në Poloni, është aq i madh sa një farë lloj përpjekje serioze evropiane është e pashmangshme për të dhe ky takim i Zelenski-Trump me shumë gjast nuk ka qenë i fundit, por tani me ndërmjetësimin evropian mund ta presim dikur edhe një përpjekje të radhës. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, pas takimit samitit që u mbajt në Londër, tha se çdo marrëveshje re për të mbështetur Ukrainën duhet mbështetet nga forca dhe se çdo këmbë duhet kontribuojë në mënyrën më të mirë që mundet duke marrë përgjegjësi Maliqi dhe duke rritur pjesën e vet. Ka raportuar kështu edhe BBC. Ai midis tjerash këtë summit ka thënë se kanë rënë dakord për 4 hapa të rëndësishëm, por në këta 4 hapa Maliqi nuk përmendet janë hapa të përgjithshëm, si më thënë të kësaj nisme. Duket se nuk pati një konkretizim të qartë nga ky summit, ndoshta në pritje që të shtensionohet raporti me SBA, të koordinohet më mirë.
Po pikërisht tani një pjesë nuk mund të bëhet publike, sepse për shembull dje u tha që një pjesë e shteteve tashmë i kanë zotuar trupat, po nuk i takon të as kryeministrit britanik dhe as sekretarit NATO-s Rutte që ti shpalos të këto numra, i takon liderëve të këtyre shteteve që t'i japin këto shifra. Ajo që u bë konkrete është për shembull një lloj zotimi britanik për 5000 raketa kështu kundërajrore britanike, ishte konkrete në kuptimin e mënyrës se si do financohej, pra kjo ishte një ndihmë konkrete për Ukrainën. Duke sikur Komisioni Evropian këtë javë, në fakt Këshilli i Evropës do të mblidhet këtë javë dhe do t'i jep këto zotimet ekonomike për Ukrainën që janë, domethënë, për pas mundësi për ta vazhduar luftën, sepse domethënë rreziku është që Ukraina, ushtria e saj të mbetet pa mbështetje në këtë fazë gjatë kohës kur negociohet. Dhe tani më shumë jemi në fazën e asaj që kryeministri britanik e quajti Coalition of the Willing, pra koalicioni atyre që duan dhe kanë mundësi me kontribuese. Jo çdo shtet ka mundësi me dërgu trupa, por prej çdo kujt do të kërkohet që të kontribuojnë aq sa mundën. Dhe me gjitha këto mjete që do të mblidhen dhe me gjithë planin konkret i cili do të vizatohet në ditët dhe javët në vijim, do të shkohet në Washington dhe do të kërkohen dy gjëra. E para është që SBA ta ofrojnë atë që po quhet si backstop, sepse edhe nëse evropianët i japin mjetet e tyre, ato janë të pamjaftueshme pa një pjesë të elementeve, domethënë pa një prezencë të vazhdueshme amerikane në prapavit, as në Poloni, veçanërisht në mbrojtjen ajrore, në inteligjencë. Pra do të kërkohet edhe një lloj përfshirje amerikane në prapavi, dhe e dyta që marrëveshja të jetë e pranueshme për Ukrainën, që këtu do të jetë ndoshta pjesa pak më problematike, se do të thonë kur fillojnë negociatat për anëpushimin, do thotë e kemi parë një lloj, ndoshta edhe një lloj padurimi të administratës Trump me Zelenskyn. Dhe këtu pastaj vjen ai momenti i nxehtë ku edhe nëse Evropa i ka gjithë këto instrumente, edhe nëse SBA-t pranojnë ta bëjnë një farë roli të backstopit, a do të mund të arrihet një lloj anëpushimi fillimisht, i cili do të jetë i pranueshëm edhe për SBA-t, edhe për Ukrainën, edhe për Rusinë. Kjo është diçka gjithsesi shumë e vështirë, po një farë lloj pritje ekziston që marrëdhënia mes Trump dhe Putin ndoshta do të shërbejë si një farë lloj do ta e hap këtë mundësi, por gjithsesi me rrezikun se cilat do të janë garancitë për Ukrainën. Një prej elementeve në cilat po llogaritet edhe Ukraina është kjo marrëveshja e mineraleve me SBA-t, që në farë forme e garanton prezencën amerikane më shumë ekonomike se sa ushtarake, por gjithsesi e jep një farë garancie, mund ta jepte një lloj garancie që Rusia do të kishte një farë lloj hezitimi për të futur në Ukrainë, duke ditur që aty ka prezencë të amerikane të çfarëdo lloji. Maliqi, duket se partneri strategjik, më strategjik nëse mund ta veçoj këtu për SBA-t aktualisht duket se është Mbretëria e Bashkuar, jo vetëm tani, por ka qenë edhe në momente tjera, pa përjashtuar këtu dhe alat e tjerë evropian, por Britania mund të veçohet në këtë kontekst. A mund të jetë Britania si facilitues, si ndërmjetësues, si një kompromisit të shpejt të arritur midis evropianëve, njërën anë Washingtonit, në anën tjetër dhe Rusisë, e cila heziton ta shoh palën evropiane në negociata kështu me radhë. Britania e Madhe në këtë moment e ka gjithë peshën do të thotë marrëdhënies SBA Evropë ka mbi supet e saj. Pra një farë forme NATO-ja varet në këtë moment është në shtylla mbajtëse NATO-s në këtë moment është Britania e Madhe, sepse është shteti vetëm me cilin SBA-t e vazhdojnë ta kenë një farë lloj respekti, edhe administrata Trump, edhe ja kanë dhënë këtë lloj roli. SBA-t, administrata Trump nuk ka respekt për Brukselin. Ju e pa këtë javë, për shembull, edhe vetë Kaja Kallas, përfaqësuesja politik jashtme, takimi i saj u anulua me sekretarin Rubio, pra nuk e shohin Brukselin si lojtar, ata parapëlqejnë të merren me shtetet e BE-s. Dhe këtë kontekst Britanisja ka dhënë këtë lloj roli, sepse Britania e ka marrëdhënie speciale me SBA-t, por në njëjtën kohë e ka qëndrimin më të ashpër ndoshta në Europë ndaj Rusisë, dhe e ka besimin më të madh të Ukrainës. Kështu që është pala në farë forme në pozicionin kyç në këtë moment, që e ruan besimin të dyja palët, edhe të SBA-t, edhe të Ukraina,
Dhe roli i saj pres në këtë moment është vendimtar dhe pesha e Britanisë në Evropë është rikthyer, do të thënë që nga Brexiti, ndoshta në pikën e saj më kulminante. Pra janë fuqizuar shtetet që europianet ushtarake të NATO si Britania, po në këtë kontekst nuk do të harruar edhe Turqia, e cila gjithashtu dje në takimin e fuqive europiane ishte prezente në Londër. Pra, këto dy ushtrit ndërmat parashteshme në Evropë i është rritur pesha, gjë që në këtë kontekst, të rrethana aq të vështira që në cilat jemi, në farë forme nuk përbën ndonjë zhvillim edhe të keq edhe për Kosovën, duke pas parasysh që janë shtete mbështetëse edhe të Kosovës. Edhe Zelenski u soll me respekt ndaj nuk duhet sipas gjykimit tim, se tash nuk na takon as neve ta gjykojmë se si Ukraina do ta udhëheqë sfidën e vet, mirë po në gjykimin tim ai nuk duhet ta fuste vetën në atë pozitë dhe të binte në ato, domethënë të merret me fjalë. Ishte konferencë për shtyp, mund ta fliste fjalë më të përgjithshme dhe ta shmangte çfarë do lloj, duke e ditur veçanërisht se me çfarë lloj presidenti merret, me çfarë temperamenti, dhe kjo është tani mbështetja europiane për Zelenskin ka qenë e madhe publikisht, por ka edhe vrejtje, edhe brenda shtetit evropiane ndaj Zelenskit në kuptimin që në mënyrën se si ai e menaxhon këtë marrëdhënie, sepse kjo ndikon shumë gjithë Evropën. Ai atje nuk po flet vetëm për Ukrainën, gjithsesi është presidenti i Ukrainës dhe atë ka drejt, por pesha e asaj se si vepron ai bie mbi gjithë Evropën. Në njërin nga postimet tuaja keni thënë, duke komentuar zhvillimet atje, puna ka ngecur, po ju citoj sepse Ukraina thjesht po kërkon prej perëndimit një ekuivalent të KFOR-it me mandat të pakontestueshëm ndërkombëtar që siguron se Rusia nuk jam sym prap. Ajo është e gatshme që për këtë të jap çasti perëndimit në burimet e veta natyrore. Sovranistët, kjo fjalia është më interesante që në observimin tim. Sovranistët që po e marrin Zelenskin si shembull për Kosovën, se si mbrojt dinjiteti në Kosovë, ekuivalentin e Zelenskit do ta kishin quajtur tradhtar dhe shkelës të sovranitetit. Do doja një zbërthim më shumë të këtij postimi. Po, do thotë, është një lloj fryme në Kosovë që po e bën një paralele mes Ukrainës dhe Kosovës, që nuk po më duket që është e saktë, do thotë, mund të mbështetet Zelenski dhe Ukraina, pa thënë se kjo është një çështje të cilën duhet ta ndjek Kosova. Sepse Ukraina sot nuk është në pozitën në cilën është Kosova sot. Ukraina sot është në pozitën në cilën ka qenë Kosova vitin 99, një farë formë është gjendje lufte, është dhe po kërkon garanci, është pak a shumë si në kontekstin e Rambujes, pra po kërkon një lloj garancie për territorin e vet, që është e pathyeshme sepse ata e patën një lloj marrëveshje të Minskut në 2013, të cilën Rusia nuk e përmbajti dhe sulmoi prapë. Pra ata po kërkojnë me çdo kusht që ta kenë një lloj KFOR-i brenda Kosovës dhe brenda Ukrainës. Dhe paralelja ime ishte që do thotë në farë forme ajo që po bën Zelenski është pak ajo që ka bërë, ta themi, liderët e UÇK-s, liderët e ata të DDK-s, ata që kanë qenë Rambuje, që pranuan të në farë forme një lloj marrëveshje që është një farë lloj ndarje e sovranitetit me perëndimin, përfshi këtu edhe në rastin e Ukrainës madje edhe më shumë, garanci ekonomike për drejta minerale, që tregon se koncepti i sovranitetit në këtë botë është shumë më kompleks se sa që na prezantojnë ata që po i quajnë sovranistët tonë, që mendojnë se mund të shkohet vetë, që mund të sillemi si kauboj në raport me aleatët. Pra nuk e shoh udhës, pra ndërkohë që zmadhohet Zelenski dhe qasja e tij, në fakt ajo që po e bën ai është çka ka bërë elita politike e Kosovës më herët. Dhe këtë lloj qasje sovranistët tanë sot atëherë kanë gjykuar, sot vazhdojnë ta gjykojnë. Kështu që e thash më shumë për hir të një farë lloj konsistence ideologjike dhe parimore, se sa do thotë të mos shihet kjo qasja e Zelenskit si një lloj modeli, cilin Kosova ka nevojë ta ndjek në këtë moment në raport me aleatët e vet. Njëri nga ish diplomatët britanik këto ditë deklaroi Maliqi se zgjidhja për Ukrainën mbase do të jetë njohje për ndarje, ose ndarje për njohje, si ta them kështu, duke aluduar se i njëjti model mbase mund të adaptohet dhe në rastin e Kosovës dhe të Serbisë. E shihni të mundshme?
është shumë herët të flitet për këtë, do thotë ne akoma pa u bërë marrëveshja e Ukrainës, a do të jetë ajo një lloj sui generis në veten e vet, do thotë pa pasoja në zona të tjera, kjo në kuptimin e ndryshimit të kufive, pra. Kështu që nuk është shumë herët të spekulohet për këtë, me shumë gjas, do të thotë realisht atje vija e kontaktit e frontit që është tani mund të ngrihet sërish si një lloj kufiri i ri. Ndoshta jo edhe formalisht, pra mund formalisht ruhet kufiri i Ukrainës formalisht, po them, mbetet shihet kjo pjesë. Shumë herët flitet për ndikimin në Ballkan. Ajo që mund flitet për ndikimin në Ballkan është që nëse SBA dhe Rusia arrin një lloj marrëveshje në nivel botror, pra për një varg kontestes që i kanë, pra jo vetëm Ukrainën, po edhe sfidat e tjera, sepse është një përpjekje më e gjerë e SBA-ve për të normalizuar marrëdhënien me Rusinë, si përpjekje për ta mbajtur Rusinë pak më afër vetes në betejën kundër Kinës. Atëherë mund ta shohim një ndikim pak më të gjerë në Ballkan në kuptimin e sferave të interesit, ku Rusisë jepet një farë lloj hapësire në atë ish zonën sovjetike, hapësire e veprimit, e cila nuk shqihet si interes vital i SBA-ve, në këmbim të, do thotë, tërheqjes ruse nga çfarë lloj pretendimi në Ballkan. Dhe në këtë kuptim mund të ketë ndikim edhe pozitiv ndoshta për Kosovën, në kuptimin që mund të ketë ndonjë lloj rezistencë më të butë të azent Rusisë ndaj pavarësisë Kosovës, që detyrimisht nuk kupton vetëm kufit. Dhe këtë kontekst vrejet edhe një lloj shqetësimi pak edhe i Serbisë, se si ky afrim ruso-amerikan mund të ndikojë në Ballkan, se a do të vazhdojë Rusia të jetë mbështetëse e plotë e Serbisë në çështjen e Kosovës. Kështu që kjo mbetet shihet, ne do të jemi gjithmonë vigjilent ndaj çfarë të lloj dinamike që na prek edhe neve. Dy pyetjet e fundit, Maliqi. Do doja me mirë kuptim përgjigjen edhe në këto. Kosova mbaroi zgjedhjet. Nuk kemi ende rezultat të parë të Komisionit Qendror të zgjedhjeve, rezultat preliminar. Në pritje që ai të komunikohet këto ditë mbase deri në datën 5 mars, siç janë deklaruar vetë zyrtarët e KQZ-s. Ti lëm anash vonesat, por jetike në gjykimin tuaj, çfarë është sot për Kosovën? Çfarë lloj qeverie mund të bëhet për të adresuar me prioritet temat sidomos që lidhen me marrëdhënien ndërkombëtare, me ato zotime që ka marrë Kosova në Bruxelles në orë, ta zëm qeveria në detyrë Kurti, ose qeveria që mund vi kushdo tjetër në pushtet? E para, besoj që ka nevojë për një qeveri që formohet sa më shpejt. Nuk ka Kosova akoma me humb. E dyta, do të jetë një qeveri e cila e ka fuqinë me marrë vendime. Do thotë një qeveri me vetëm 61 vota që gjithmonë varet nga një deputet, nuk është një qeveri e tillë që ndryshme që mund të marrë vendime, sidomos vendime të mëdha. Një qeveri që mundet me ndërtu konsensus, që nuk është përjashtuese dhe mundohet me punu me kushdo që do të jetë në opozitë. Po ajo që është më e rëndësishme është një qeveri e cila nuk e vazhdon kursin apo marrëdhënien me aleat që kishte qeveria që shkoi. Pra, nëse në mandatën e kaluar është shpenzuar kapital politik në një kontekst ku e kemi pas mbështetjen shumë të madhe, do të me një Gjermani ku ta zëm partia Gjelbër që ishte ma pro-kosovare, ishte në pushtet në SBA me Bidenin, pra u harxhu gjithaj kapital politik dhe nuk u zbërthy çështja ndërkombëtare e Kosovës, pra konsolidimi i shtetësisë, me këtë idenë se ne ja dalim vetë dhe se është më e rëndësishëm shtrirja efektive e kontrollit në veri. Kjo qasje nuk do thotë kushdo që nëse kryeministri Kurti është si i thari kësaj qasje, ajo qasje nuk mund të prodhojë rezultate në këtë kontekst ndërkombëtar. Do thotë ne po e shohim vetë çfarë po ndodh. Prandaj ose kryeministri Kurti e ndryshon krejtësisht qasjen e tij, ose do ta bëjë qeverinë dikush tjetër, sepse vazhdimi i këtij lloji kursi që ishte në 4 vitet e fundit në këtë kontekst ndërkombëtar është vetë shkatrues për Kosovën. Kështu që shpresojmë që tash përmbushur këto kushte, qeveria formohet shpejt, formohet nga dikush që ka kapacitet me marrë vendime të shpejta, që e ndryshon kursin deri tashëm,
edhe i shikon se cilat janë mundësitë për Kosovën, sepse në këto krizat donjëherë janë edhe mundësi për me ecë përpara. Maliqi, pyetja fundit do t'i referohem pashtu një postimi tuaj, ku keni thënë që matrapazët dhe abuzuesit emocional të opinionit publik, tani pas zhvillimeve rreth Ukrainës, dalin dhe thonë gjëra të tipit: a peshqeni që i vetmi send që na ta garanton sigurinë është ta kesh ushtrinë tënde? Ka thënë me një lloj ofshame kështu, me një lloj zemrimi, o të nderuam, po kush u furnizon atë ushtri me armë, municione, teknologji? Ke vijuar masandej dhe për thar deri te përfundimi se marrëdhënia nuk mbahet e asnjë vendi pa aleanca. Në këto 4 vite, a u rrezikuan këto aleanca në gjykimin tuaj seriozisht të Kosovës? Unë mendoj që e ka thënë presidenti Osmani që është lujt bigjoz me këto aleanca. Unë mendoj që ka pas fati ka qenë që kanë qenë një lloj do thonë ka pas një izolim diplomatik Kosovës, që ka qenë dënimi më i madh, më thonë që ajo lloj administrata amerikane ka mujt me ia bë Kosovës. Po besoj që në këtë kontekst tash sotëm ndëshkimi do të ishte shumë më i madh. Janë rreziku, në fakt ajo që është që duhet kuptuar është që nuk është shfrytzu potenciali i tyre. Kjo është mlefi, pra nuk është shfrytzu mundësia që na është ofruar. Nëse keni dëgjuar vazhdimisht retorikën që na ka ardhur nga deklaratat e ambasadave, kanë thënë me këtë çastit juj nuk po na lënë unimu. Pra, dhe ata ndëshkim më të madh që ka mund të bëjë e kanë izoluar Kosovën diplomatikisht, BE-ja edhe me masat e tjera ekonomike, SBA-ja edhe me izolim politik, duke mos gjetur, domethënë nuk e kanë pasur udhës me na ndihmu ndërkombëtarisht me kursin e deri atëhershëm. Statusi që lexuat është thotë ajo vet që po merret shembull Ukraina që ka ushtrinë e vet. Po domethënë po e mbron veten, po ajo Ukraina e ka ushtrinë e vet. Mirë, po tani ka ngjetë sepse asaj ushtrie duan armë, i duhet aleat mbrapa. 2 muaj nuk mund të qëndrojmë atutje pa mbështetjen e Perëndimit. Nuk mundet, edhe vetë Europa nuk mundet është në gjendje të tillë që nuk mundet pa SBA-n. Pra, ka ndodhur një deindustrializim i madh i industrisë së armëve në Evropë, ulje të shpenzimeve për ushtri. Në kontekstin e luftës më të madhe, Evropa sot nuk është gati për luftë. Pra, çfarë ju thoni gjithë atyre, Maliqi, çfarë ju thoni për fund gjithë atyre që e kanë këtë çështje objektivisht që Kosova do ndërtoj çështje sovraniste në rregull, është ushtrie kështu me radhë të bëjmë të fortë, t'i kthemi asaj retorike, nëse mund ta them, që na motivon përkohësisht ashtu kështu për të kaluar një natë, por për të mos menduar objektivisht me vizion dhe me guxim. Ka na shpije kjo çështje, e cila në Kosovë duket se edhe rrjetet sociale gjymojnë nga kjo çështje. Maliq. Është thash vetë shkatruese, domethënë nuk mundet Kosova e përjashton veten nga tavolinat e diskutimeve. Nuk merr askush seriozisht nëse të shesi palë cilës nuk i beson. Te ne është kriju një farë përqeshje ndaj fjalës koordinim me aleatat. Pra, do thotë po nëse nuk koordinohesh, aty ata nuk të besojnë ty, dhe nëse nuk besojnë, nuk ndihmojnë. Dhe Kosova si duhet kjo ndihmë, sepse Kosova është vend i vogël me i diktu dinamika. Nuk është e pafuqishme, askush nuk po thotë që është e pafuqishme, dhe askush nuk po thotë që Kosova nuk do të investojë në ushtri. Absolutisht, kapacitetet e ushtrisë janë jashtëzakonisht të rëndësishme, por kjo mund të realizohet vetëm duke u koordinuar dhe vetëm duke u kap për aleat edhe duke gjetë hapësira për me angazhu ata. Në këtë kuptim, edhe me administratën Trump ka mundësi se si të rregullohen marrëdhëniet. Pra, njësoj si në rastin e Ukrainës, edhe në rastin e Kosovës mund të shikohen projekte ndryshme ekonomike, njëjtë me vende ndryshme europiane, pra, më thonë, në një farë dhe qasje proaktive, ti e ndërton interesin atyre vendeve me të ndihmu, dhe pastaj i forcon kapacitetet tua dhe siguron mbrojtjen. Personalisht, Maliqi, je optimist se mund ndodh kjo në Kosovën e sotme të nesërme politike edhe me një qeveri të re, mund të ndodhë kjo shpejt? Nuk e di, dinamika aty janë aq të vrosme dhe të mëdha sa ne jemi aq të vegjël për t'i ndikuar, do thotë është një lloj pasigurie shumë e madhe për këtë pjesë, po nuk është edhe Kosova pa instrumentet veta, nuk është Kosova e dopt, Kosova është shtet i njohur nga shumica e Evropës, nga SBA-ja, pra nuk është në vitin 99, ka diçka, ka mbi cilën mundem me ndërtu.
Po çka i mungon është një lloj qasje dhe një vizion pak më strategjik dhe gjakftot që i shfrytëzon mundësitë, sepse siç thash krizat shpesh janë edhe mundësi. Dhe i shfrytëzon këto hapësira për ta mbyll çështjen e vet ndërkombëtare dhe jo duke pas prioritet politikën e brendshme. Pra, dhe kjo është fatkeqësia, është që ky lloj populizmi ma shumë ka qenë prioritet kjo ideja me u ndi mirë na brenda vetes, domethënë këtë frymën patriotike, se sa për të menduar gjatë për interesin strategjik ndërkombëtarisht. Maliqi, të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.